Mirëmëngjes. Kishte munguar. Mirëmëngjes. Bebja, se çka bën një gjë me çike. Çike luje belin çike. Bravo, Ti jeni bomba atomike. Kjo është kënga. Kjo është kënga e bebes. Po, kjo është kënga. E ka marrë nga kënga e West Side Family këtë pjesën. Okej, shumë mirë, bravo. Po bën namin, po bëhet virale. Ne jemi bashkë në studio tani për t'ju njohur me temën e ditës dhe me të ftuarën ton. Jetojmë në një epokë në fakt që telefoni di më shumë për ne se ç'mund të dinë të afërmit apo miqtan, edhe lehtësisht jemi bërë shumë të parashikueshëm, saqë edhe algoritmi i Instagramit apo i Facebookut e nxjerr edhe gjën që po mendojmë përpara se ne ta shkruajmë. Por a ka një limit midis privatësisë edhe asaj që duhet të bëjmë publike, sa e shëndetshme është që t'i ruajmë gjërat tona personale? Flasim të mëngjes me Wendy Nelin, e cila është influencere. Mirëmëngjes Wendy. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si e zgjuar sot me energji? Po, me shumë energji të mira se po vija këtu. Okej, faleminderit. Ke bërë ndonjë postim për çfarë do bëje sot, si jeni ditën? Akoma jo, por të direkt tash sa të mbarojmë, do të tregoj që isha këtu. Mund ta bësh edhe tani live. Do të jemi në po ishte shumë interesante. Do ta shohim si funksionon nga një influencer. Wendy, domethënë pyetja e Po parë. bën postimin Wendy. Ose jo, më mirë po e bëj pastaj. Okej, ti. Pyetja e parë, kur ka qenë momenti që ti vendose që profilin tënd ta bëje publik edhe ta kanalizoje ekskluzivisht në këtë botën e influencerave dhe Tani me thënë drejtën, unë nuk e kam nis fare profilin që të bëja e tillë, madje çdo gjë ka ardhur kështu shumë spontane, postoja çdo ditë për qefin tim, si më thën. Por pastaj filloja që njerëzit po reagonin, po mdonin më shumë, po më thonin shife ta marr këtë si ti, të bëj kështu. Dhe të fillon të pëlqen si gjë normalisht. Erdhi shumë natyrshëm pra se thuash, nuk është se ti e kishe si qëllim që një ditë unë do ta bëj këtë gjë. U kthye në punë, le të themi se ajo është punë e mirë fill tashmë. Po, tani feedbacku që arritet të merrje nga njerëzit. Po ke pasur ndonjë merak se sa duhet të postoja, çfarë duhet të postoja? Më shumë merak nga që unë vi dhe nga një vend i vogël, nga një qytet i vogël janë dhe këto komentet e njerëzve, si do reagojnë, familjarët ndoshta, por që nga Burreli. Por që janë ato komentet sado, domethënë nga qytetarët, nga familjarët, kushërinë, nuk e kuptojnë. E vërtet. Po që tani domethënë kanë filluar janë përshtat me këtë habitatin tim le të themi. Domethënë i bindet ti ata dhe jo ata ty. Kjo është ideja. Po ja dola se kur tha për shembull po bën lek vajza, domethënë. Jo, e duket kështu, e çuditshme dhe e panjohura, pastaj thonë, shikoj sa bukur pas ka dal Wendy. Po, shumë fiks. Wendy, çfarë zgjedh ti të ekspozosh në rrjetet e tua sociale? Çfarë publikon? Më shumë domethënë udhëtime, gjëra të përditshme, outfite, get ready with me, pak që unë mund të marr, po. Pako që mund të marrë nga shumë biznese, do me thëmë pjesën e reklamave, këto gjëra tilla. Po, nuk e limiton veten tënde në këtë drejtim. Pra jo, do me thëmë gjëra të përgjithshme. Jo çdo gjë, se normal nga ana personale, ne nuk do të postojmë gjitha, duhem dhe ta balancojmë. Deri në çfarë limiti shkon? Po varet, do me thëmë vetëm zbulosh nga jeta personale. Jo çdo gjë, i balancojmë. Po jo, patjetër. Por që jo çdo gjë është sikur duket në rrjetet sociale dhe si mund të jemi ne në privatësi. Ke pasur një model që e ke ndjekur, Neli? Do me thënë gjithë influencerat i kam ndjekur që në fillim, kush ka qenë që nga ajo kohë. Nuk ke një që e ke preferuar, do me thënë që e ke preferuar. Do me thënë shumë goca i kam pas shumë preferuara që nga fillimi, por që prap do me thënë akoma ndiqen, akoma i kam preferuar edhe sot. Ka diçka që të bezdis kur e shet influenceret e tjera ose njerëzit që kanë rrjete sociale apo i ndesh aty në feedin tënd, që thua, e teproj me këtë, pse duhet postuar kjo? Nuk e di, varet, do me thënë çfarë mund postojnë ato, varet nëse lidhen me pjesët që njerëzit duhet. Do me thënë, nëse një person nuk mund postoj diçka që njerëzit duhet marrin shembull tek ajo, as mua nuk më pëlqen. Duhet jemi do me thënë shembull për njerëzit. Po normal. Po ti vetë je penduar për diçka që mund të kesh postuar? Penduar. Tani e ke rimenduar, e ke zhdukur si postim. Po ajo nuk diskutohet, por që në fund ditës sigur thua edhe ti e kemi fshirë dhe se na ndodh të gjithëve. Domethënë kur na ndodh edhe ne që nuk e kemi për profesion të qenit influencer apo blogere, jo më ty që e ke punën tënde të përditshme. Po, e vërtet. Wendy, sa më afër mikrofonit, të lutem, ndjes edhe një herë se kemi edhe porosit nga regjia. Patjetër. Tani dua të të pyes për një gjë, sa kohë të merr ty në ditën tënde? Të gjithë kemi 24 orë, po ti sa i dedikon kësaj gjëje? Tani, unë me thënë drejtën jam dhe në shkollë, jam dhe në punë dhe punoj si content creator në 3 vende. Okej.
Edhe TikTokun tim bashkatër kam dhe një punë online. Përsëri, domethënë që prap un jam gjithë kohës Me telefonën dorë. vetëm me telefonin dorë, po. Domethënë një pjesë konsiderueshme të ditës ti ja Jo kushton një pjesë Vetëm konsiderueshme, po telefonit. telefoni i është bërë zgjatimi i Po, trupit. Wendy, të ka ndodhur që të kesh përdoren materiale ose postime, çfarë mund të kesh bërë në rrjetet Deri sociale? tani jo, por i kam me thënë drejtën pak frikë këto gjëra, se tani kanë dalë dhe shumë po rriten domethënë çdo ditë këto, por deri tani shqyqyrës më kanë Pra ndodhur. për shembull mund të jetë një brand ose një dyqan online që shikon përmbajtjen tënde, videot që ti bën këto get ready with me, pra duke u veshur ose duke u lyer e ku di unë, edhe përdor imazhin tënd për të reklamuar gjërat që mund të ketë Pra, aty në publikojnë dyqan. videon Dhe si ti do e sheh vetëm. rastësisht. E kanë ndodhur Çfarë do që e kanë bëje? publikuar Ka domethënë, po, por që thjesht i kam shkruar dhe mund ta ketë fshirë diçka e tillë, sepse unë nuk po bashkëpunoj me atë brand që ai duhet ta Pra nuk është postojë. se Qenë ka të pasur kuptueshëm. probleme të mëtejshme, Po, se ndodh po. shpesh që bëjnë edhe nga këto denoncimet publike dhe E vërtet. këto kompanitë as nuk dënjojnë ti heqin videot, përkundrazi vazhdojnë mundësisht edhe video sponsorizojnë, po. edhe foto të photoshopuara, pra një personazh që nuk ka pas fare Po lidhje me ka atë ndodhur së produkt. fund me kjo, me AI për shembull, Po. që po marrin fytyrën e Po, njerëzve të famshëm në Shqipëri Madje dhe po po duket shesin fik produkte sikur ndryshme. është reale, domethënë duket fik sikur është Po e ty të njëjtë. trem kjo gjëja për shembull? Është e dhe të frikshme trem. kur e mendon inteligjenca artificiale se sa po ndikon edhe në punën që ti Po po sepse bën. duken gati fikse, domethënë njëjtë sikur je ti aty në video, nuk është se është fare reale. Duket. Cilat janë ato gjëra private që ti i mban ende të tuat? Pavarësisht se je influencer dhe ndoshta duhet të jesh e sinqert me audiencën që të ndjek, ka gjëra që Wendy është fanatike dhe thotë jo, këtë nuk do të nxjerr asnjëherë në Instagram. Po ndoshta gjërat familjare, shumë gjëra personale nga jetesa ime, varet. Domethënë, unë shumicën e gjërave postoj, jam kupto. Edhe njerëzit janë mësuar të shohin shumë ide, domethënë, dhe nga ana familjes kam postuar shumë, por jo çdo gjë normal. Të duket ndonjëherë sikur ke dy jetë, Wendy? Pra ke një jetë që Jo më shumë se 2, edhe më shumë se 2. ashtu, ëh? Edhe më shumë se 2, vallai po. Po si e bën ti këtë ndarjen, domethënë ndërkohë është ku fili njërës, ku fillon njëra, ku mbaron tjetra, apo ty tani më të janë ngatruar në kokën tënde dhe nuk e di se ku je. Janë ngatruar. Është e vërtet. Vallai, domethënë kështu nis. Nis domethënë që ti e krijon këtë profilin tënd edhe pastaj duhet të jesh gjithkohës atje dhe Duhet të dedikohesh gjithkohës dhe njerëzve sepse ke një habitat tëndin që po të ndjek, po pret postimet e tua. Është komuniteti yt. Sa postime bën minimalisht ose maksimalisht në Nuk është se kam një limit, le të themi, por që çfarë do që të bëj gati, domethënë kudo që të hik, outfit e gjërat unë i postoj. Domethënë nuk ndjek një strategji të caktuar. Jo, Momentalisht momentalisht jo. funksionojnë shumë me lapse me letër. Momentalisht me ditën e jo. postimit, me orarin e postimit, me numrin e Në fakt, ato storit. ditët e duhet, mira. po, Ditët e mira. me orare. Por që jo, nuk është se kam një Wendy, në jo. fillim thesh ishte reagimi i audiencës, feedbacku që ti more prej tyre që të bëri ta Po. konsiderosh ta marrësh këtë punë si profesion, pra Po. ta kthesh në përditshmërinë tënde. Tani që ti po e jeton këtë profesion, sa ndikon audienca në presionin për të qenë sa më pranishme, të flasësh sa më shumë për gjëra që ndoshta më përpara edhe mund të mos i përmendje në rrjetet Unë e më tua. përpara kam qenë shumë e ndrojtur, madje s'kam pas fol gati fare, ndërsa tani sikur thua edhe ti me shtimin e audiencës rritet, është presion sado që ti duhet të jesh më shumë aktive dhe në rrjetet sociale, në Po, përditshmëri. ku e ndjen ti kudo. presionin? Të shkruajnë njerëz apo sheh ato views Jo, në për shumë- story edhe po bravo, views, engagementin? komentet që mund të të bëjnë dhe në për video, viewsat, share. këto I lexon gjëra. të gjitha komentet? Jo të gjitha, sepse mendoj nëse do i lexoja të gjitha do ndjeja edhe shumë keq. Nuk e di, kam Nuk Jo të të duket gjitha sikur- sepse ka dhe një jetë të saj Po, pra. përcjellësuar ndërkohë. Po, nuk Mos të ta duket sikur harrojmë, kjo E është gjen një farë. kohën dhe për jetën e saj besojnë. Po, po. Nuk duket sikur është një farë varësie ndaj kësaj gjëje, pra Është që shumë varësie. ajo të kontrollon ty dhe jo ti atë, do të Është thënë shumë arrin. varësi, madje unë shumicën e rasteve mundohem ta lë telefonin, përkushtohem te diçka tjetër, po prap sado edhe nëse nuk ka ardhur asnjë mesazh, thjesht them, do ta hap tash. Do ta hap, do ta shikoj. Është, jo në fakt është një smundje e përgjithshme që po ju ndodh njerëzve sot. Aq më tepër po. ju që e keni të dedikuar ndaj kësaj gjëje vazhdimisht gjithkohës. Mua personalisht më duket pak realitet i frikshëm kjo Është gjëja. pak e frikshme. Po mendon se të rinjt sot që duan të ndjekin këto apo janë të vetëdijshëm për rreziqet që mund të hasin në këtë profesion? Jo, nuk janë vendishëm, sa unë nuk kam qenë e vendishme, por që dhe ndoshta le të themi fama, ka dhe këto të mirat dhe të këqijat e vetas. Sado ti do jesh ndoshta njerëzit tani do të njohin dhe nuk do jesh shumë
bësh gjëra më të limituara, ndoshta le të themi. Ke patur ndonjë moment se tani me famën, çfarë do lloj fame që mund të konsiderojmë Jemi këtu në në Shqipëri se në tentativë. Shqipëri për sa kohë të gjithë hasemi me njëri tjetrin, mendoj se koncepti i famës është pak i mbivlerësuar, po megjithatë ka shumë raste për që bëjnë stalking, pra njerëz që fiksohen pas teje, njerëz që të përndjekin, le të themi në një mënyrë në botën virtuale. Ke pasur nga këto raste? Është gjithmonë ai personi që thot përsh, ç'kemi. Natën e mirë, Dhe pas mirëmëngjes. 4 vitesh që ti si kthen Jo, mos e thuaj, mos e thuaj, mos e thuaj. Mikaela, mos e thuaj. Për gocë nderuar. Themi të gjitha. Te Jo, për gocë ka nderuar. shumë nga ato persona me të drejtën. Ka dhe goca, ka dhe shumë goca. Goca që që të ngacmojnë në Jo të Instagram? ngacmojnë, Jo, por kam që si përshtypjen fillim që- bëjnë komente të tilla dhe pastaj fillojnë të Fillojnë shajnë shajnë, ose ku di. Por nuk i kthen përgjigje. Mund të jenë edhe çuna të maskuar, ato goca ta zgjedhin. Jo, jam dakord. Jo, ja besoj që ka shumë Ka goca, dhe po. goca, ka dhe shumë goca. Mirë, duhet të jesh një çike sinqert. Lufta brenda llojit është shumë më e madhe se sa Jo, po në kjo rastin hatërmbetja e saj çunave është- kur si kthen përgjigje. Është influencer, domethënë ja ka vendosur vetes të titull edhe për të qenë transparent me audiencën duhet edhe tu kthesh përgjigje, se ndoshta ka publikuar diçka. Do të gjithëve. A ka njerëz Sa mesazhe merr zakonisht në ditë? Do me thënë, ne mesazhe marrim, sidomos kur postojmë video dhe kështu, por jo të gjithëve u Nuk kthejmë u normal, kthen, jam okay. kuptoj. Por nëse kanë një pyetje, ndoshta ku e ke marrë kët ose çfarë vendi ndodhet kjo, gjëra të tilla, patjetër Duhet që jetë thjeshta. po. a keti followers nga jashtë Shqipërisë për shembull njerëz që të ndjekin edhe Po, vallai kam shumë. Po për shembull jam shumë kurioztar të di, të shkruan një brand veshjesh nga jashtë, si e dallon ti që kjo është Serioze. Është një ofertë serioze serioze. ose është po themi Do me thënë duket një profil kur është real dhe duket diçka kur është fake, por që nga jashtë deri tani nuk më kanë shkruar, vetëm brenda Shqipërisë. ja, okay. Edhe nuk e di. Po e ke si qëllim ti për shembull që të zgjerosh edhe rrjetin tënd të followersave jashtë? Po për sa ko jam ju fut kësaj pune, pse pse jo, jo? më kuptoj. Se jo, leka janë. Do ta Mirë, do shfrytëzojmë Fillon edhe si me gjë. euro pastaj, i merr edhe kështu. Mirë, meqense po flisim pak për këtë presionin që ndihet sot për të qenë prezent në rrjetet sociale, për të dukur sa më mirë, ka edhe njerëz që ndjejnë presionin për të patur më shumë ndjekës. Edhe ndonjëherë bien pre edhe Blejnë ato. e këtyre aplikacioneve ku mund të blesh ndjekës, pra followers. Po, ka shumë aplikacione që blihen, ka dhe njerëz madje real që ti duhet i paguash dhe ato të shtojnë ndjekësit, por nuk është se janë ndjekës real në fund ditës dhe thjesht është një numër aty në fund Po fundit. mirë, ti për shembull e ke bërë këtë, ndoshta thjesht edhe për të Jo. përfaqësuar mirë para një biznesi që kërkon Jo, njerëz që followers të marketojnë blerë produkte. nuk kam, por që unë njoh shumë persona që i kanë blerë, domethënë, dhe kështu funksionon, kuptoj, po rriten, ndoshta shive se un kam 100k, ti ke 50, un kam më shumë, ndërkohë ai ka të blera, më kupton? Dhe un për shembull nuk mund t'i kem dhe bëhet ai Po dallimi. si dallohet kjo për shembull, si e dallon një biznes që dikush i ka të blera? Nuk dalin Nisi. like-et real, unë pak Jo, këtë kam po, vënë re. nuk dalin like-et real dhe nëse ti futesh te followersat mund të jenë më shumë tuaj se Po, shqiptar. edhe okay. sikur, për më tepër nuk mund të jesh një profil me 100.000 ndjekësa dhe të kesh 25 like. Se Po, 25 janë vërtet. shoqëria dhe fare Po. fisi, ato 100.000 çfarë Unë kam ngelen janë 66.6k në TikTok dhe janë gjithë domethënë real, nuk Se del duket dot atje, për asnjë që thot Wendy ka fake followers. Rajai nga India Ku like janë your më të photo. angazhuar shqiptarët në TikTok apo në Instagram? Ku të ndjekin më shumë? Në TikTok edhe videot bëhen shumë herë më virale dhe ndoshta në Instagram të ndjek vetëm ajo pjesa që ti ke follow, shumë rrallë mund të dali ty në video në For You page, ndërsa në TikTok të ndjek kushdo, domethënë nuk ka rëndësi nëse ti e ke follow ose jo. Është një Ai gjë të më ndjek. publike TikTok, se unë nuk e njoh Është shumë më si aplikacione publike. të drejtë. Po. Ka trende që ti ndjek në TikTok? Po, domethënë dalin trende të reja çdo ditë. Momentalisht për shembull? Është ajo që sapo këndove ti në fillim e Beberegjës. Ashtu, ëh? Çike po. Që nga Po, bërë. është bërë shumë virale. Është Që nga bërë bërë virale. bomba atomike. Hajde, çfarë po ndodh me këtë botë? Në fakt me këto luftrat kështu i shkon Me këto Beberegjës. luftrat lere as kënga nuk shkon, as profesionet tona nuk Po shkojnë. mirë, Wendy, nuk hajt, të mo. ka ndodhur për shembull që ti ke postuar një video në TikTok ose në Instagram edhe ke qenë me pushime në Vlorë zëm. Marr një Po, vend po, po. kot kështu, random. Edhe ka ardhur dikush edhe të ka ndjekur edhe vetëm për të takuar atje. Po, ka ndodhur shumë herë. Në Tiranë ndodh më shumë, por që dhe me pushime dhe kur kam qenë me të shtëpis, kam qenë një moment me kushenjtë e mi, ishim me një darkë, dhe erdhën të më taku ca goca dhe domethënë ishin këtë kështu. Ti u habita. Me vërtet me ty, am kupto se nuk ishin mësuar që për shembull të vinin, janë më shumë mosha ime, am kupto?
por që nuk ishin mësuar më këtë fakt dhe thjesht ishte shumë e çuditshme, sidomos para atyre. Do me thënë ato të kishin parë çfarë kishe postuar së fundmi ku Po, ishe dhe po. erdhën të takonin. Ose dhe mund të ishim dhe aty dhe kemi bërë domethënë në të njëjtën kohë, ishim në një vend dhe thjesht erdhën aty të takonin, ato kushinjtë e mi që ishin më vërtet me ty. Ti nuk të Të bezdis pas kjo kemi të gjykuar pëlqen. kot në Jo, fillim është- thon kushërin. Me U vërtet. bë ka bukur. Jo, është bukur, domethënë më pëlqen si gjë, është goxha bukur. Po Derisa nuk mendon shijon. që ndikon te privatësia jote, nuk do doje ta ruaje këtë pjesë? Të paktën kur je duke shijuar një darkë me misht, me kushurinë, siç thua ti, ose kur je duke bërë blerje në një qendër tregtare. Varet, por që prap nga një anë dhe më pëlqen. Të pëlqen. Po. Kaq kur të pëlqen, s'ka nuk ka argument. E ka ndarë më shumë. Ka rastis deri më tani që ka qenë edhe në qejf, ose të jetë ndonjë ditë me nxitim që të ketë hallet e veta të E ha. Më lëra. E ha. Tamam. Wendi ishte shumë kënaqësi. Gjithashtu. Faleminderit. Wendi, test Faleminderit, mbar, ditë dhe mbar. Faleminderit, dini dhe ju shumë mirë. Faleminderit shumë. Wendi i Faleminderit. një bombë atomike. Do të gjejmë ndonjë çike, këngë çike. tjetër përveç kësaj bombës Sa atomike ta na. bëj Wendy postimin nga Zgjohu po deshe, ne dëgjojmë një Tani këngë dhe duhet ta bëj. kthehemi pas pak. Mirëmëngjes. të gjithëve. Mirëmëngjes. Paçi.